Pas një dite të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku Edi kishte përdorur fjalë të rënda ndaj Arditit, ai doli para banorëve dhe publikun për të bërë një hap të rëndësishëm, falje publike. Me një ton të përmbajtur, por të ndjerë, Edi kërkoi të shprehte pendimin e tij për ato që kishte thënë, duke treguar se ishte i vetëdijshëm për pasojat e fjalëve të tij, Ardit. Të kërkoj falje për fjalët e mia, nuk duhet t'i kisha thënë ato dhe shpresoj që të më kuptosh, tha Edi, duke parë drejt tij me sinqeritet. Ky moment nuk ishte vetëm një akt personal për Arditin, por një mesazh i hapur për të gjithë banorët dhe publikun. Një sinjal se edhe brenda lojës ka vend për pendim dhe vetëdije, por Edi nuk u ndal këtu. Ai u drejtua të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, në Kosovë, Shqipëri dhe diasporë. Të gjithë kosovarët dhe shqiptarët anë mban botës, ju kërkoj që të më falni dhe të më votoni, që të mos dal nga Big Brother Kosova. Mesazhi i tij ishte i qartë. Ai kërkonte një mundësi të dytë, një shans për të treguar se mund të përmirësojë dhe të jepte më të mirën e tij brenda lojës. Në fjalimin e tij, Edi gjithashtu falenderoi vëllain e madh, Big Brother, që i dha mundësinë të ishte pjesë e këtij edicioni jo një, por 2 herë, një privilegj që nuk e merr çdo banor. Ai theksoi rëndësinë e këtij shansi të dytë, duke u premtuar publikut dhe vetes se do të përpiqej të tregonte sjellje më të matur, respekt dhe energji pozitive brenda shtëpisë. Fjalët e tij ishin të mbushura me ndjenja dhe sinqeritet. Ai e kuptoi se besimi i publikut është çelësi për të vazhduar aventurën, dhe se votat e tyre janë shprehje e mbështetjes, por edhe e ndjeshmërisë për një banor që ka bërë gabime dhe kërkon të përmirësohet. Ky moment u shndërrua në një thirrje të drejtpërdrejtë për bashkëpunim dhe ndihmë nga ana e publikut. Edi nuk kërkonte thjesht të mbetej në lojë. Ai kërkonte falje, mirëkuptim dhe një shans për të treguar ndryshimin e tij. Mesazhi i tij ishte i fuqishëm, edhe